është drejtari i administratës manipuluan me çmime, dorëzuan dokumente të rreshme dhe se kryen as punën deri në fund. Ai ka luajtur rol aktiv në orkestrimin e gjithë kësaj skeme për të favorizuar operatorin fitues. Pas është në takim me kryetarin, ku ishim atje edhe u pa që kryetari veçar, domethënë nuk është në pyetje në ai takim mes tyre. Një skemë klasike për të marrë kontratë dhe për të dëmtuar buxhetin. 203% më liri ishin ofertat e disa operatorëve që u shpërfillën nga komuna e Prizrenit. 203% më liri ishin ofertat e disa operatorëve që u shpërfillën nga komuna e Prizrenit për t'i dhënë tenderin prej 550.000 eurosh kompanive që manipuluan me çmime, dorëzuan dokumente të rreshme dhe se kryen as punën deri në fund. Nga gjithsej 233 pozicionet e punës, 74 su realizuan fare. Një skemë klasike për të marrë kontratë dhe për të dëmtuar buxhetin. Kompania Architime SHPK në pronësitë e biznesmenit dashnor Ndrecaj akuzohet se ka manipuluar me dokumentacionin dhe ka paraqitur çmime të rreme për të përfituar tenderin, ndërsa Proanco Group SHPK në emër të Armenda Beqirajt, por e drejtuar nga bashkëshorti i saj Florent Emini, ishte kompania tjetër që përfitoi. Kush janë të akuzuarit dhe çka thot aktakuza? Në total janë ngritur aktakuza për 8 persona, 7 zyrtar komunal dhe 1 biznesmen. Dashnor Ndrecaj, pronari i kompanisë Architime SHPK. Ai akuzohet se ka kryer veprën penale, keqpërdorim apo mashtrim në prokurim publik. Sipas aktakuzës të ngritur nga Prokuria Themelore në Prizren, ai ka dorëzuar dokumentacion të rrem me çmim jo normalisht të ulta dhe spekuluese me qëllim për të përfituar tenderin. Nga 233 pozicione në kontratë, 74 nuk janë realizuar fare, një mashtrim i hapur që ka sjellë dëm të madh për buxhetin publik. E akuzuari tjetër është me inicialet G.2, kryetari i komisionit vlerësues. Sipas prokurorisë, ai ka rekomanduar lidhjen e kontratës me grupin e operatorëve që ofruan çmime më të larta dhe kishin dokumentacion të dyshim, duke shpërfillur 5 kompani tjera që ishin deri në 203% më të lira. Të akuzuarit e tjerë me inicialet YPG dhe Ç.K, antarët e komisionit vlerësues akuzohen për bashkëkryerje me G.2, pasi kanë ndihmuar në marrjen e vendimeve të jashtëligjshëm për të shpërblyer grupin e kompanive që sallen çmime spekuluese dhe nuk i plotësuan kriteret. Antarët e komisionit i rekomanduan autoritetit kontraktues të komunës së Prizrenit lidhjen e kontratës me vlerën 550.000 euro me grupin e operatorëve të lartë përmendur, përkundër faktit që 5 operatorë të tjerë nuk janë rekomanduar nga komisioni vlerësues, edhe pse oferta e tyre ishte 203.47% më e lirë përkatësisht mbi 200.000 euro. I akuzuari tjetër me inicialet S.V, menaxher i kontratës, akuzohet se nuk ka vepruar sipas detyrës, nuk ka kontrolluar zbatimin e kontratës dhe nuk e ka parandaluar dëmin e shkaktuar, edhe pse ishte përgjegjës për t'i kryer këto punë. I akuzuari i 6 L.S ishte mbikëqyrës i brendshëm, ai dyshohet se ka dështuar ta kryejë kontrollin e brendshëm të kontratës dhe nuk ka ndërmarrë asnjë masë për të ndaluar dëmin që po e shkaktoi komunës. I akuzuari i 7 me inicialet B.Q ishte mbikëqyrës i jashtëm i projektit. Po ashtu, edhe ajo akuzohet për neglizhencë dhe mosveprim, duke lejuar realizimin e dobët të punimeve dhe duke mos i raportuar devijimet. I akuzuari i 8, Edin Sheu, është drejtari i administratës dhe ishte mbikëqyrës i menaxherit të projektit. Ai akuzohet për ndikim të drejtë për drejtë ndaj operatorëve ekonomik që të manipulojnë me çmimet gjatë fazës së ofertimit. Sipas aktakuzës, ai ka luajtur rol aktiv në orkestrimin e gjithë kësaj skeme për të favorizuar operatorin fitues. Si përfundim, sipas prokurorisë, të gjithë të pandehurit kanë bashkëpunuar qëllimshëm, kanë shkelur ligjin e prokurimit dhe kanë mundësuar përfitimin e palegjshëm për kompanitë të cilat kanë qenë fituese të tenderit, duke i shkaktuar komunës së Prizrenit dëm prej 412.000 eurosh. Tani po telefonoj biznesmenin dashnor Ndrecaj, Numri që keni thirrur për momentin nuk është në dispozicion. Pra telefonova në numrin e vendosur në ARBK, në agjencinë në cilën regjistrohen edhe bizneset, por siç e dëgjuat, ky numër nuk është i qasshëm, po tentoj ta telefonoj edhe në një numër tjetër i cili po ashtu është i regjistruar në ARBK me këtë emër. Shohim nëse këtë numër po përgjigjen për gjitha këto për aktakuzën fakt ngritur nga prokuroria dhe për gjitha ato që i thash më parë.
Edhe mos Në harrojmë ta moment që kemi cekim. thirrur, për momentin nuk është në dispozicion. Mos harrojmë ta cekim se ky projekt ishte për menaxhimin e objekteve të komunës së Prizrenit. Tani do telefonoj edhe kryetarin e komunës, cilin bigjitha do ta pyes nëse ka marrë masa ndaj këtyre zyrtarëve komunal, që janë 7 prej tyre, e cilët akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shohim nëse kryetarit i është dukur as serioze akuza e prokurorisë sa që të bëj edhe shkarkimin e tyre. Pra jam duke telefonuar zotin Totaj, kryetarin e komunës së Prizrenit. Shohim nëse do të përgjigjet, pasi kryesisht shumicën e hera zoti Totaj është i paqasshëm për gazetar. E me sa duket edhe kësaj radhe do t'jetë i tillë, duke mos u përgjigjur në telefonat. Jo, zoti Totaj nuk përgjigjet. Do të tentoj të telefonoj edhe kompaninë e biznesmenit tjetër i cili ka qenë në konsorcium me kompaninë Argitime SHPK, cilët e kanë fituar edhe tenderin. Shohim se cili është versioni tyre në lidhje me këto akuza të ngritura. Po i telefonoj edhe ata në numrin e telefonit i cili është i paraqitur në faqen e tyre zyrtare. Edhe të shohim nëse numri i tyre telefonit është i qasshëm. Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Nderuar, jam Djellza, gazetare prej Insajderit. Kam ja. Jam Djellza, gazetare prej Insajderit. Po më dëgjojnë? Megjithëse edhe kjo ishte prej atyre hirave që kur dëgjojnë që janë të komunikuar me gazetare ndalin telefonin, po japim edhe një mundësi nëse dojnë me dhënë versionet e tyre në lidhje me këto akuza, edhe me atë akuzën e prokurorisë. Jo, tash nuk e hap telefonin. Tani do të tentojmë të kontaktojmë edhe me drejtorin e administratës i cili është në komunën e Prizrenit, edhe të shohim se çfarë versioni ka ai, pasi që në akt akuzë thuaj se ai ka qenë i përfshirë direkt në organizimin e gjithë kësaj skeme që këto dy kompani ta fitojnë tenderin e që komunës i kanë shkaktuar dëm pavarësisht gjysmë milion eurosh. Ta përdolem nga objekti komunës së Prizrenit dhe nga komunikimi që pata me punëtorët e kësaj komune, kuptova që Edin Shiu akoma vazhdon të jetë drejtar i administratës në këtë komunë. Pra ndonjë se ka akt akuzë aktive ndaj tij për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ai vazhdon të jetë drejtar në këtë komunë, pra kryetari nuk e ka pasur arsyeshme që ta shkarkoj atë. Ai punëtorëve ju tha që nuk ka mundësi të takohet me ne, pra të jap përgjigje zyrtare për këto akuza që janë në drejtim të tij, por tha se është në një takim me kryetarin tek shtëpia Barë, siç njihet në Prizren. Ne përshkojmë atje dhe të shohim nëse po e shohim zotin Shiu dhe po mundohemi të marrim një prononcim nga ai në lidhje me akt akuzat e ngritura ndaj tij dhe 7 personave të tjerë. Tash kryetari i komunës e patë në pamje që ka ty hi në komunë, po provoj edhe njëherë me telefonu edhe me marrë versionin e tij nëpërmjet telefonit, se kështu fizikisht po shihet që s'ka shans me ju afru edhe natyrisht as nuk ka qasje, ai do të thotë nuk don me kanë qasje ndaj gazetarëve. Të shohim nëse po e hap telefonin se e pam që në takim nuk është kryetari, edhe kjo bjen edhe në kontradikt me ato që na thanë komunë që drejtori është në takim me kryetarin, ku faktikisht na vetë sa erdhëm, me njëherë prej komunës ku ishim atje dhe u pa që kryetari vetë sa erdhëm, do të thonë nuk është në pyetje në ai takim mes syne. Tash e pam që kryetari nuk është në zonën edhe po shihet që s'po don me hap telefonin, pra s'po don me pas qasje, edhe mbi gjitha nuk po don me kanë transparent.